Aktualisht jam ke ura Mirakës, prej vitesh kemi ngritur shqetësimin për gryerjen e shtratit të lumit Shkumbin. Por kjo nuk ka ardhur nga pesha e ujit, por nga babëzia, grykësia, sepse marrin materialin mbushës këtu dhe e hedhin ke rruga. Kuptohet me miratimin e zyrtarëve të shtetit, pra të institucioneve që kanë për detyrë dhe përgjegjësi të ruajnë mjedisin, të ruajnë lumin dhe të bëjnë rrugën, pra ta sinkronizojnë. Po të shikojmë me vëmendje, kamat e urës pothuajse po dalin në sipërfaqe. Dhe kjo tregon që shumë shpejt edhe ura që lidh Mirakën me polisin, pra janë rreth 4.000 banor që do mbeten pa komunikim, ashtu siç ndodhi në Trogosuri. Prandaj, sa jemi në kohë, firma, institucionet duhet të marrin masa ta shpëtojnë këtë urë që është bërë 30 vjet më përpara, nuk ka pasur asnjë problem, por thjesht se kanë ndërhyrë në shtratin e lumit dhe po ndodh kjo katastrofë. Absolutisht do ta bëj këtë publike për t'u thënë qartë dhe saktë se institucionet duhet veprojnë menjëherë. Edhe prokuroria duhet nisë hetimet që të parandaloj një katastrofë të mundshme, se mund të ndodhi edhe që të humbin jetë njerëzish, por edhe të lënë pa komunikim banor të zonës polisit dhe deri në Sopot. Faleminderit.